Rritja e çmimeve, sidomos luhatjet e çmimit të naftës, bashkë me tensionet globale po krijojnë pasiguri për ekonominë në Maqedoninë e Veriut. Bizneset përballen me kosto më të larta, ndërsa qytetarët ndjejnë gjithnjë më shumë presionin mbi fuqinë blerëse. Apo hin ekonomia në një fazë më të vështirë dhe cilat janë pritjet për periudhën në vijim? Për këtë flasim me kryetarin e Odës Ekonomike, zoti Nuhi Aliu. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Është shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku me një temë shumë aktuale, por që po përflitet vazhdueshëm, por nuk është mjaftueshëm asnjëherë për të folur dhe për të diskutuar për këtë temë. Ashtu është. Domethënë ne disa herë kemi prezantuar në emisione të ndryshme, në televizione të ndryshme dhe kemi sqaruar në ashtu si ne e parashohim si biznese rritjen e çmimeve të derivateve. Kështu që edhe sot këtu do të japim kontributin tonë, do mundohen atë të sqarojmë qytetarët që mos të ndihen të vetmuar, për arsye se tashmë kemi edhe qeverinë e cila me masat e veta ka reaguar. Po. Zoti Aliu, situata aktuale, si është në Maqedoninë e Veriut? Sigurisht që fokusi do jetë në Maqedoninë e Veriut, edhe pse kjo situatë globalisht na ka kapur, por që fokusi sigurisht dhe interesi i gjithë qytetarëve është të dinë për vendin tonë se aktualisht çfarë kemi të re me krizën ekonomike në vend. Domethënë, kjo krizë është si rezultati luftës që filloi në lindjen e afërm ndërmjet Iranit kundër Izraelit dhe gjithashtu Amerikanët u kyçën këtë luftë. Dhe si rezultat i këtij konflikti, domethënë, u destabilizuan çmimet e derivateve në mbar rajonin në Evropë, po edhe më gjerë. Kështu që ne presim që një gjë e tillë të reflektohet edhe këtu te ne. Ne jemi një ekonomi e vogël dhe jo mjaft e zhvilluar, mesatarisht e zhvilluar. Kështu që mendoj se ngritja e çmimeve të derivateve do të ketë një efekt negativ në ekonominë e Maqedonisë, për arsye se domethënë ka qenë një gjë që nuk kanë qenë as bizneset, po as shtetit përgatitur për këtë lloj krize. Askush nuk e ka pas informatën, po edhe nuk e ka ditë se nëpërmjet ngushticës së Hormozit, domethënë aty kalon diku 1/3 e qarkullimit botëror të naftës, kështu që nga ajo ngushticë e Hormozit, domethënë jemi furnizuar edhe tregu i Evropës është furnizuar, po edhe shtetet e Ballkanit, kështu që posa filloi lufta ne më njëherë ndim atë mungesën e derivateve, domethënë edhe oferta ishte e kufizume që u oftohte në treg për të furnizuar me derivate tregu, po njëkohësisht domethënë edhe çmimet shkuan në mënyrë enorme, u rritën domethënë shumë për një kohë shumë të shkurtë, për 2 javë ditë ne kishim rritje shumë të madhe të çmimeve të derivateve që deri tash kemi pas ndonjë rritje, po jo aq me një dinamikë të shpejtë si u rrit tash. Kështu që do të ketë efekt negativ, domethënë në ekonominë e Maqedonisë, për arsye se derivatet janë ato materialet që janë kyçe, qoftë për transportin, domethënë si veprimtari ekonomike e Maqedonisë, e cila më shumë t'i e godet transportin, por kur goditet transporti, atëherë transporti është një faktor shumë i rëndësishëm i cili ndikon në formimin e çmimit, edhe kostën, që formon kostën e çmimeve të shumë sektorëve. Unë kisha thënë të gjithë sektorët ekonomike, domethënë tangohen edhe nëse vazhdon ky ritëm, domethënë i rritjes së çmimit të derivatet, sigurisht edhe kemi rritjen edhe të çmimeve të artikujve tjerë. Po, të sektoreve të tjera. Përveç sektorit të derivateve, cilat biznese më shumë janë të goditura në vendin tonë? Ka edhe të tjera ku keni ju edhe planet dhe statistikat nga Oda Ekonomike? Pikrisht goditja më e madhe i është bërë sektorit të derivateve, domethënë bizneseve të cilat merren me furnizimin e tregut ekonomik, tregut të Maqedonisë me derivate. Ishim mjaft të goditur për arsye se aty bëj pjesë edhe unë me kompaninë time. Përveç domethënë që kishim një rritje
të shpejtë si e përmendëm, një dinamik shumë të shpejtë për 2 javët e kalume. Kishim edhe mungesë të sasive të ofruara në treg për ta furnizuar tregun. U përballëm me 2 elemente shumë të rëndësishme. Njëna ishte çmimi, tjetra ishte furnizimi me kohë që mos t'i lëm partnerët tanë të cilët kanë kontrata për furnizim me derivate, mos i lëm pa derivate. Po, andaj edhe kishte edhe ngecje, kishte edhe mungesë të derivateve. Kishte edhe mungesë, jo vetëm të ne, kishte gjithandej. Gjithandej, po. U krijoheshin edhe kolona në ditën kur u bëfte korrigjimi i derivateve. Edhe këtu te ne derivatet janë domethënë në mbikëqyrjen e komisionit rregullator. Ata bin vendime, varësisht nga lëvizja e çmimeve nëpër berzat të Evropës dhe botërore, i përcjellin berzat dhe në bazë të lëvizjeve të çmimeve ato bëjnë edhe korrigjimin. Mirë po, një lëshim të cilën e bën komisioni rregullator ishte kur ata prunë një vendim që një herë në javë të bëhet korrigjimi i çmimeve të derivateve, që për ne biznesmenët një herë në javë ishte papranueshme, për arsye se brenda ditës ne kishmi rritje të çmimit. E tash një javë ditë ajo, domethënë, aq shumë grumbullohet sa që tan javën duheshte, domethënë, pompat e derivateve të shesin ose të ofrojnë klientëve të vetë, domethënë, çmime me çmimin të cilin e kishte caktuar më herët komisioni rregullator i energjisë. Kështu që ne kërkuam edhe bëna apel unë edhe me një emision tjetër që ky vendim i komisionit rregullator të tërhiqet me një herë dhe të kalohet në një sistem tjetër të përcjelljes së çmimeve në treg, edhe konform lëvizjeve të çmimeve të binë edhe, domethënë, të bëjnë edhe korrigjime të cilët janë të nevojshme për të funksionuar tregu në mënyrë, domethënë, pa probleme dhe funksionoj ashtu si duhet, edhe kur janë pyetje kufizimet që ishin në oferta, po njëkohësisht edhe te çmimit kemi, domethënë, edhe ne si biznesmen, edhe pse javën e parë kishmi humbje mjaft të mëdha, por në javën e dytë komisioni bëni korrigjimin dhe mandej përsëri edhe pse bëni një korrigjim komisioni rregullator, përsëri çmimet shkojshin te natë dhe morën një vendim komisioni rregullator që çdo ditë brenda ditës të përcjellet lëvizja e çmimeve në tregjet e mbrëmshme dhe ato në berzat evropiane dhe botërore. Nga dita e djeshme pam edhe disa informacione të luhatjeve të çmimeve brenda kompanive vendore, të disa kompanive të derivateve, dikush 2-3 denar më pak e dikush 2-3 denar më shumë. Si e vlerësoni këtë dhe a duhet të jetë kjo, domethënë, sepse realisht, në ato që është pak më lirë, 2 denar mjafton dhe qytetari me ato 2 denar drejtohet te ajo kompani. Një gjë t'ja usqarojmë qytetarëve. Pse, sa ka bashkëpunim mes kompanive për këtë? Këtu nuk mvaret prej bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet kompanive, por kjo më shumë çmimet, unë e thash në fillim, çmimet e derivateve, domethënë, përcillen dhe me vendim të komisionit rregullator, domethënë, caktohet çmimi, edhe derisa nuk bjen ndonjë vendim tjetër, komisioni rregullator, ato çmime janë aktuale. Edhe nuk kemi lëvizje 2 dinar, 3 dinar. 3 dinar, domethënë, ofroj Okta, një lirim për t'i furnizuar partnerët me të cilët ka kontratë, domethënë, Okta. Sigurisht ati kanë ndiku edhe bisedat me mendja edhe nivel qeveritar me Oktën, për ta zbut pak situatën, që mos vinje deri te rritja dhe më tutje, rritje që me të vërtetë tregu nuk është mësuar me rritje edhe me një dinamik shumë të shpejtë edhe arriti çmimi mjaft I lartë. Po sido që tjetë, me deklaratat që erdhen nga presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës për një 5 ditë, më njëherë çmimet në berza filluan të binë dhe dje kishmi, domethënë në ditën e hanë kishmi ramje të çmimeve në berzat evropiane po edhe botërore, kurse dje përsëri kishmi rritje. Çka do të thotë se nuk është stabil çmimi edhe askush nuk mund ta prognozoj këtë situatë se si do rrihet. Krejt varet prej konfliktit dhe varet se si do zhvillohet situata në lindjen e afërmve që
Dhash Zotit i japin fund kësaj lufte për arsye se pasojat besoj që do të jenë shumë të mëdha. Sigurisht, jo vetëm për ekonomitë e gjitha. Ekonomitë globale. globale. E kam fjalën për nivel global, por secili e shiqon atë tregun e vet dhe vendin e vet dhe ne interesohen nga këtu. Po, zoti Nuhi, po sa fatgjate mund të jenë këto kriza globale, por kriza edhe në Maqedoninë e Veriut ekonomike, dhe sa mund të ndodhë që bizneset e vogla në këtë rast të mbyllën, përveç bizneseve dhe kompanive të derivateve, se rritje të çmimeve ka gjithandej dhe jo vetëm në kompanitë e derivateve. Sigurisht. Me thënë sa fatgjate do jetë, askush nuk mund të prognozon, për arsye se e tham atë se krejt mvaret prej atë saj se si do zhvillohet situata në lindjen e afërm. Nga një anë kemi deklaratat të presidentit që domethënë janë më të matura, ka ana tjetër kemi deklaratat e Iranit i cili thotë se nuk do ta ndali këtë luftë, do ta vazhdojmë edhe më tutje. Domethënë si do të jetë në të ardhmen, me qenë se tash veç më qeveria e përcjell situatën, domethënë 24 orë, dol me masat e para qeveria, të cilat i morë për ta zbut pak situatën edhe për ta ndihmu edhe qytetarët edhe bizneset, dol me një paketë të masave, domethënë uli vlerën e shtuar të vëshën nga 18 në 10% për derivatet, domethënë gjatë importit. Gjithashtu me OKTA-n bisedat që janë bë sigurisht nivel qeveritare dhe atje arritën domethënë që 3 dinar të jetë më lirë, të jetë ofron, domethënë bën furnizimin e një pjesë mjaft të madhe të vendit tonë, të tregut tonë, me derivate që shkojnë nëpërmjet OKTA-s dhe kanë mjaft partner. Një nga partnerat jemi edhe na. Dhe edhe ajo ndikoj që për pak sa kudo qytetarët të qetësohen, domethënë mos kenë frigën e çmimeve. Mos lëjnë panikë të vazhdueshme. Mos bëjnë rregullisht panikë se duhet i lënë veturat, fillojmë me bicikleta ashtu kështu. Besoj se tash me qenë se qeveria edhe akcizën me siguri domethënë e ka paralajmëruar se edhe akcizat do zvoglohen. Krejt këto janë masat të qeverisë sado kudo e ndihmojnë domethënë biznesin edhe e ndihmojnë tregun që të jetë më stabil dhe të jetë me çmime më konkurrues. Po patjetër duhet përmendim se Maqedonia momentalisht është shteti me çmime më të ulta në rajon. Vis-a-vis Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, e gjithandej domethënë jemi me çmime më të lira. Realisht po. Po, se kemi çmime domethënë mbi 2 euro edhe në Shqipëri, edhe në Serbi, edhe në Kosovë, po edhe Turqi e kështu me. Kështu që jemi atraktive edhe për ata shtetasit me të cilët rrethohemi, kufizohemi, po. Ata jemi atraktiv për ta që të vinë ata të marrin naftë ose benzinë derivate këtu te ne, të marrin për shkak të çmimit, edhe kemi pas një fluks mjaft të madh sidomos nga Kosova, Serbia, po edhe Shqipëria. Domethënë edhe e kanë shfrytzuar çmimin më të ulët që e kemi ne dhe janë furnizuar. Nuk mund, kemi bërë disa kufizime për shtetasit e jashtë Maqedonisë. Vis-a-vis kemi bërë kufizime, nuk kemi qenë në gjendje që ofrojmë sasinë të cilët ata e kanë kërkuar, se ato kanë kërkuar sasira më të mëdha me kamiona, me mjete transportuese dhe ne kemi pas kufizim për shembull pompa ime, po gjithë andej të koordinuar kanë qenë si duket ato, se informatat depërtojnë shumë shpejt tash me telefonin. Dhe kështu që i kemi pas kufizuar 100 litra, domethënë eurodiesel, kurse për kamionat, kurse për veturat kanë qenë 30 litra për shtetasit jashtë Maqedonisë. Urojmë që mos të që ta ruajmë tregun tonë. Qëllimi ka qenë për ta ruajtur tregun tonë dhe të ruajmë raportet të cilët i kena me partnerët tonë, me të cilat kemi edhe kontrata, po njëkohësisht ne jemi të interesuar që tregu i ynë të jetë edhe partnerët tonë dhe qytetarët tonë të jenë të kënaqur me çmimet e
tjerat pse do i dhnohen pak, pse ju kemi bërë kufizime, ajo është punë e tyne. Po, i kam pastaj kompanitë e veta. Zotja Aliu, me që të kemi... Ju përmendet edhe ndërmarrjet e vogla, nëse mund të të përgjigjim edhe aty. Dhe me thënë, më të goditura dhe jenë ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, për arsye se shumica aty në ndërmarrjeve kemi edhe ndërmarrje prodhuese. Shumë keq do t'jetë dhe shumë do t'jetë dëmi i madh do t'jetë për ato ndërmarrjet mesme dhe ose kompanitë i themi të mesme dhe të vogla, për arsye se ato kapaciteti i tyre është i kufizuar. Nëse në veçanti janë të lidhur me derivatet, edhe tash çmimet për lëvizjen nuk janë stabile, ma merr mendja se ato mund të jenë në një situatë që mos të jenë në gjendje që ta përballojnë çmimet e larta edhe prodhuesit të cilët drejt për drejti, do me thonë, derivatet i shfrytëzojnë për prodhimin, për procesin e prodhimit të tyre, do thonë mund të vijë edhe deri te ndërprerja e procesit prodhimit, ajo nën kupton edhe mbylljen, po të shpresojmë se nuk do të vinë. Deri te aty për arsye se edhe qeveria është duhet bë punën e vet momentalisht. Do të thonë, maksimalisht është duhet përcjell situatën edhe besoj se do kete beneficione për ato ndërmarrje të cilat janë të vogla dhe të mesme dhe janë të lidhur me derivatet. Procesi i tyre i prodhimit është drejt për drejti që varet prej derivateve, ato do ta kenë më së vështirë, po me masat të cilat i ka marrë qeveria dhe beneficionet enkas për ato, sidomos edhe sektorin e bujqësisë do kenë beneficione, çmime me beneficione, do të thonë çmimet, jo çmimet në tregut, por do kenë çmimet më të ulta, për arsye se ato sektorë janë më të ndihshëm edhe më pak mund t'i përballojnë një ngritje kaq enorme edhe ekstreme të çmimeve të derivate. Zotja Aliu, me qenë se ju kemi në krye të detyrës në odën ekonomike dhe jeni i parja ai që duhet të flet dhe të jep informacione, më intereson edhe apo investojnë ende kompanit apo kanë dalur planet për zgjerim dhe zhvillim në këtë kohë krize? Shiqoni, nuk mundet për shembull një kompani që është e etabluar në Maqedoni, në tregun e Maqedonisë, dhe me thonë që është kompani serioze, dhe me thonë nuk mund të themi se mund të vinje deri te ndërpremja e zhvillimit dhe ndërpremja e projekteve të cilat ato i kanë pas në plan për t'i realizuar gjatë këtij viti. Sigurisht se ato i ndajnë fondet e veta dhe mjetet e veta para se të fillon viti i ardhshëm, dhe me thonë tash bëjmë fjalë për 2026-ën. Ato janë të përgatitur për projekte të cilat veç më i kanë plan t'i realizojnë edhe nuk besoj se në këtë aspekt mund të ketë do një zhagitje e programeve ose do një, do me thonë, prolongim i projekteve të tyra për ndonjë periudhë tjetër, për arsye se kemi biznese të cilat, do me thonë, janë serioze dhe ato projektet e tyre do t'i realizojnë pak për far problemesh. Edhe ne në OD i kemi informatat se gjithandej kompaninë, do me thonë, ato projekte të tyre që i kanë pas me prioritet për 2026-ën veç i kanë fillu përgatitjet. Po, sigurisht që mire thatë në fillim të vitit bëhen gjitha këto... Gjitha të bëhen planifikime... Në fund të vitit të kalum, për shembull, vitit vjetë dhe fillim të vitit të ri, kështu që ato mjetet i kanë të siguruara, konstruksionin financiare kanë dhe nuk besoj që mund vije deri te ndërprerja e aktiviteteve të tyre në realizimin të projekteve të cilat kanë karakter zhvillimor. Si mund të mbrohen në këtë rast qytetarët dhe bizneset nga luhatjet e mëdha në tregjet që i kemi momentalisht në krizën ekonomike që po e përballojmë? Shiqoni tash, nuk mund të themi se si do mbrohen, se nuk ka masa mbrojtëse, e vetmja shpresës është që qeveria t'i përcjell me vëmendje gjitha lëvizjet e këtyre çmimeve dhe konform lëvizjeve, konform rritjes së çmimeve duhet marrë dhe masat e veta. Ne si biznesmen gjithashtu kena pranuar një pjesë të problemit që edhe ne të ndihmojmë në këtë aspekt që
qytetarët dhe ndërmarrjet të cilët janë domethënë të lidhura ngushtë dhe shfrytëzojnë derivatet cilant për t'i realizuar projektet e veta dhe programet e veta, të kenë sasi të mjaftueshme, brenda mundësive edhe ne i zvoglojmë fitimet tona, se është me rëndësi që edhe biznismenët të jenë të koordinuar, edhe ashtu jemi në CEO-da të koordinuara momentalisht, që t'ju japim instruksione, domethënë bizneseve, se qeveria qëndron mbas situatës të jashtëzakonshme, mund të themi një situatë të jashtëzakonshme është paraqit në pjesën e energjetikës me çmimet e derivateve, kështu që si do të mbrohen ata me masat mbrojtëse nëse ka ndonjë llogaritë të tyre, domethënë rezervë, ose kanë mjete domethënë të depozituara në ndonjë bankë, do t'i tërheqin dhe të t'i shojnë në qarkullim. Po njëkohësisht edhe bankat janë në disponim me antarësinë tonë ne komunikojmë, antarësinë e ODës tonë, dhe jemi në komunikim që bankat jenë fleksibile dhe që ndihmojnë kompanive nëpërmjet kredive me kamatat që janë aktuale. Me që nuk i kemi prodhime vendore, naftën dhe derivatet përgjithësi duhet të durojmë, ato që na vjen nga larg kuptot, urojmë që të ndërpritet lufta atje, edhe shumë gjëra pastaj edhe të ndryshojnë, të stabilizohen, jo vetëm në Maqedoni. Pikërisht krejtësyti kemi nga lindje afër që atje të ndërpritet konflikti. Mirë po prognozat janë se nëse sot ndërpritet domethënë konflikti në lindjen e afër ndërmjet Iranit dhe Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të duhen minimum 3 muaj ditë për të stabilizuar situata kur janë në pyetje çmimet e derivateve, edhe situata në gjitha tregjet e shteteve evropiane, po edhe më gjë. Po ka edhe prognozat të cilat mendojnë se 6 muaj duhet vazhdoje. Domethënë 6 muaj nevojiten për të stabilizuar situata, për arsye se te grika e Hormuzit janë paraqit tash probleme shumë serioze dhe me siguri rafineritë të cilat kanë prodhuar naftë për eksport, ato kanë qenë të detyruar gjatë këtyre 2 javëve që ta ndërprejnë prodhimtarinë e tyre. Nëse duhet përsëri prodhimtarinë ta lëshojnë të fillojnë të prodhojnë naftë, domethënë në duf ka një kohë, dikush 3 muaj, dikush 6 muaj, kështu që nuk duhet të pritet se shumë shpejt duhet përfundojë kjo krizë e derivateve. E përmendet zotëriu, meqense edhe ju keni pompën e benzinës tuaj janë dhe sigurisht që jeni në krye të kësaj detyre, përveç që jeni edhe kryetari i OD-s ekonomike, ju jeni vazhdimsi edhe i të gjitha informacioneve që mund t'i keni për këtë biznes dhe për këtë fushë. Po numri i qytetarëve tani me rritjen e çmimeve është ulur ose jo? Flasim për pompën që ju e keni dhe drejtoni. Ke fjalën për qytetarët që i kanë shfrytzuar derivatet të pompa jonë. Po. Jo, sa vrehet fluksi, është rritur ose përkundrazi nuk është, edhe pse çmimet kanë shkuar, domethënë janë rrit, domethënë me një dinamikë shumë të shpejtë, qytetarët ose pronarët e kerreve, veturave të vogla, domethënë kanë qenë shumë të interesuar që të kenë barem. Nuk e kanë dalë vozitjen as pak. Absolutisht nuk e kanë dalë, po te ne është rrit sasia të cilën domethënë ne ofrojmë për qytetarët dhe për kompaninë. Për arsye se secili do të bëjë ndonjë rezervë, se nuk e din se si do të jetë çmimi nesër, mund të rritet edhe më shumë. Ato kanë pranuar këtë çmim që është tash edhe thotë bare me këtë çmim të kemi diçka rezervë. Dhe ka pas kërkesa domethënë jo të zvogluara nga ana edhe e qytetarëve, po edhe e kompanive, po ka pas kërkesa të cilat vis-a-vis muajve kur ka qenë situata stabile e tregut me derivate, kemi rritje gjatë kësaj kohe, mirë po duhet patjetër të themi publikisht se nuk e kemi domethënë fitimin që e kemi pas më përpara, para se të fillojë rritja e këtyre çmimeve të derivateve, sidomos të 2 javët të fundit. Kjo është e 3-ta javë që kanë filluar këto problemet paraqiten në treg. Kështu që ne nuk kemi vërejtë
ullje të interesimit për të furnizuar me derivate, por për kundazi kemi pas edhe rritje. Thash, rritja është bërë në mënyrë psikologjike, ka ndikuar në psikikën e qytetarëve që hajde diçka barëm me këtë çmim. Do të thonë që është shumë i rritur, po është çmim i lartë, po diçka të kemi. Sikur situata e pandemisë është e ngjashme, sikur në pandemi kur filluan me shpejtësi të rritën çmimet dhe qytetarët i kishim në marketet të mbushura, do të thonë me interesim për blerë, edhe dijeshte që vetë se fillojnë të rriten çmimet dhe se ky fluks vazhdonte për muaj të tërë, por urojmë që në këtë rast mos ketë rritje më të madhe dhe të... Nuk mund të themi që është situata e ngjashme me situatën e Covidit atëherë, për arsye se atëherë vetëm ishin të kufizuara edhe aktivitetet ekonomike për shkak virusit i cili mund të mbarte prej një personi në tjetrin. Por parafërsisht, do të thonë, kemi edhe atëherë kemi pas rritje, po tash kemi një rritje, do të thonë, me një dinamik më të shpejtë. Me një dinamik më të shpejtë. Zoti Aliu, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndat këtë mëngjes me neve dhe që na dha të gjitha këto informacione të nevojshme për t'i dëgjuar qytetarët në këtë kohë krize, por sigurisht që informacioni duhet të jetë i nevojshëm çdo herë nëpër ekranet televizive dhe në të gjitha mediat e Maqedonisë së Veriut, mos të ngrehet shumë panik dhe të jenë sa më të kujdesshëm qytetarët. Cili do të ishte ai mesazhi që do ta përmbyllim? Mesazhi i odës torë, domethënë ndaj antarësisë, odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Në këtë situatë mund të jetë mesazhi se nuk duhet të qytetarët të jenë të friksuar, për arsye se mendojmë se sido që të zhvillohet kriza, domethënë në lindjen e afërt, këtu me qenë se tashmë në nivel të qeverisë analizat bëhen të përditshme, çdo ditë bëhen analizat dhe shiqohet përcjellen berzat evropiane dhe botërore. Kështu që unë ju kisha thënë se, domethënë, të presim edhe këtë javë dhe do kemi sigurisht deri në fund të javës do kemi ndonjë prognozë më të realt se si do të rrjedhin situata, domethënë, në përgjithësi, në Evropë, më gjerë, edhe këtu te ne, dhe besojmë se, edhe shpresojmë që t'ju jap një informatim kur aju se banka, domethënë, i kanë rrit aktivitetet e veta për t'i përcjell bizneset, qeveria, domethënë, me masat e veta do ta ketë në kontroll situatën e çmimeve në tregun e Maqedonisë, dhe gjithashtu edhe bizneset do të kenë kujdes, nuk do të shërbehen me çmime të larta, mendoj me marzha të larta, me fitime të larta, por do të fokusohemi që fitimet të jenë sa më të ulta, sa më minimale, në mënyrë që tregu të furnizohet me çmime pak më të mira se sa nëse shkohet me çmime ekstreme, domethënë, me fitime ekstreme, fitime të luftës, ka njëherë janë, domethënë, shumë të mëdha, por me qenë se edhe qeveria, edhe gjitha institucionet, edhe inspektorati është në treg, nuk do të lejojnë, domethënë, që çmimet të shkojnë të rriten pa arsye, vetëm të shfrytëzojnë situatën aktuale tash, e cila është një situatë jashtëzakonshme, po mendojmë se qeveria ka instrumentet e veta me të cilat i rregullon edhe më mirë punët, për arsye se ka edhe rezervat e derivateve, rezervat ushqimore, drejtoritë e rezervave të derivateve dhe drejtorinë e rezervave të gjërave ushqimore. Kështu që nëse vjen situata keqësohet, sigurisht se qeveria si plan të vetin e ka që mund të arrisë ofertën në treg nëpërmjet shfrytëzimit ose të lëshurjes këtyre rezervave të cilët momentalisht gjenden në drejtorinë e rezervave të derivateve. Po, urojmë që mos të vjen puna deri aty. Ato rezerva shteti, ato janë sekretet të shtetit, po ne e dim se ato funksionojnë dhe ato përdoren vetëm në raste të luftrave, raste të jashtëzakonshme,
po ne momentalisht jemi larg luftës. Dashoti që gjithë shka të përfundojë si duhet në lindjen e afërt edhe më shpejt që të stabilizohet edhe tregu i çdo shteti, po edhe tregu jonë këtu në Maqedoni. Kuptohet. Faleminderit edhe një herë dhe ishte shumë kënaqësi.